Lajme as pak të mira vinë nga Parisi, ku në 9 shtator janë gjetur 9 kokaderi në xhamit e Parisit. Por jo vetëm, ata janë përgjegjës se kanë lyer, kanë hedhur bojpa në sinagogat në Francë, në Gjermani dhe janë arrestuar jo pak, por 11 persona në Serbi, të cilët janë trajnuar nga shtetas serb për të provokuar në Europë nxitjen fetare. Një aksion sigurisht me Interpolin, bashkëpunim me këto vende për të frenuar këto marrëzira të cilat nuk i konvenojnë askujt. Si shqiptar ndihem i friksuar, sepse kemi 42 baza në veri dhe investime marramëndse të Serbisë në xhamit e Dardanis. Çfarë do të mundet të bëjnë ata atje, kur mes Parisit dhe Berlinit provokojnë me të tilla gjeste? Shqiptarët duhet të jenë vigjilent. Feja është fe, partia është parti, mbi të gjitha kemi atë dheun ton, Dardanin, Shqipërinë ton të coptuar. Këtu duhet të jemi të gjithë unison dhe sy pa trembur për të frenuar çdo provokim që vjen me çdo formë, sigurisht nga armiku i betuar, Serbia. Sigurisht do gjeni dhe linku në komentin e parë për ata që duan më shumë informacione.